Shikues të ABC News, ju përshëndes, unë jam Fabiola Hoxha, me së bashku në hapësirën Shqipëria Sot, kur hapas hapit do të shohim së bashku zhvillimet më kryesore. Do ta nisim këtë transmetim me një lajm të fundit. Autori i vrasjes së biznesmenit italian në muajin shtator në Salari të Tepelenës, ditën e sotme, pasi ai u dorëzua në polici 3 ditë më parë, ai ka dalë para togave të zeza për të njohur me masën e sigurisë. Për të marrë detajet e seancës së sotme, do të jemi në këto momente në një lidhje të drejtë për drejtë me kolegun Elidon Berberi. Elidon, të përshëndes, çfarë masi u vendos për Kamber Sulçen dhe çfarë ndodhi në seancën e sotme, nëse pati një pendes, një reagim apo një deklarat qoftë nga autori, por edhe pala mbrojtëse, flastu për avokatët? Përshëndetje Fabiola, në fakt ka vetëm pak minuta që ka mbaruar seanca gjyqësore ndaj shtetasit Kamber Sulçe, i cili është edhe personi i dyshuar, i cili mund të jetë autori i ngjarjes fshatit Salari, ku në datën 27 shtator, pra mëngjesin e kësaj date, u gjeti pa jetë dhe trupi i shtetasit italian Edoardo Sarki. Seanca ka zgjatur për gati rreth 60 minuta dhe në përfundim të saj drejtuesja Entela Selmana i ka vendosur masën në burg pa fat për Kamber Sulçe, që thash është edhe personi i cili dyshohet se është autori i kësaj ngjarje. Në këtë seancë Sulçe ka qenë i shoqëruar me avokatin e tij dhe mësohet se autori i dyshuar nuk është shprehur për asnjë moment para togave të zeza, ndërsa ka qenë vetëm avokati i tij i cili ka kërkuar vetëm një gjë rrethana lehtësuese, duke ju referuar faktit se pikërisht Kamber Sulçe ditën e njëjtë, pra 2 ditë më parë, është dorëzuar pranë organit të prokurorisë Gjirokastrës, ku me vete mbante edhe armën e zjarrit me të cilën ai ka qelluar ndaj shtetasit italian, i cili humbi jetën. Edhe në gjatë shoqërimit të tij në komisariatin e Gjirokastrës pas dorëzimit, Sulçe nuk ka dhënë asnjë deponim për organet blu, atë që ka kryer edhe sot përballë togave të zeza, ku nuk ka thënë asnjë fjalë. Vetëm ajo që është thënë prej tij ka qenë ditën e njëjtë, ku ai është paraqitur pranë organit të prokurorisë dhe ka thënë që unë jam Kamber Sulçe dhe rezultoi të jem në kërkim nga drejtësia. Pra kjo ka qenë vetmja fjali që ai ka thënë përgjatë këtyre 3 ditëve, edhe përballë policisë, por edhe përballë gjykatës. Ka qenë fillimisht organi i prokurorisë ajo që ka paraqitur provat në këtë seancë, ato që janë mbledhur kryesisht në mendjen e ngjarjes, por edhe deponimeve dhe dëshmive që kanë dhënë ditën e parë 4 persona të cilët u shoqëruan dhe për një moment u dyshua se ata mund të ishin pjesë e kësaj ngjarje, por që sipas hetimeve rezultoi se ata ishin thjesht miq me viktimën dhe deponuan që ndaj tyre është qelluar me armë zjarri tip çifte, pikërisht atë që autori i dyshuar e ka dorëzuar tashmë pranë policisë. E kuptoj. Mirë, Elidon, të falenderoj për këtë raportim informacionet që përcollen në këtë lidhje. Faleminderit. Gjykata e Elbasanit ka dhënë masat e sigurisë për 14 të arrestuarit që u prangosën pak ditë më parë në një lokal në zonën e Bradasheshit. Vetëm për 4 nga 14 të arrestuarit u la në fuqi masa e sigurisë arrest në burg. 2 të tjerëve ju caktua arrest në shtëpi, ndërsa 7 persona u liruan nga qelia me masën detyrim paraqitje, kurse një 17 vjeçar djali i pronarit të lokalit është lënë pa asnjë masë sigurie. Ka qenë një telefonat në sallën operative të policisë së Elbasanit, e cila ka dhënë informacione se në një lokal në fshatin Bradashesh në pronësi të Taulan të Zykollarit ndodheshin persona të armatosur. Nga kontrollet e ushtruara, policia gjeti 3 armë zjarri dhe disa sende të tjera të palishme. Pronari i kompanisë Dental Turk është vënë në pranga nga policia e Tiranës, ndërsa nën hetim janë vënë edhe koordinatoria e klinikës dhe 2 laborantë. Hetimet zbuluan se klinika ofronte shërbime dentare me produkte të skaduara, për të cilat nuk dispononin as faturë zdoganimi. Sipas policisë, produktet kapnin vlerën 100.000 euro. Klinika e stomatologjisë Dental Turk është kontrolluar të prende nga policia e shtetit, ku brenda saj janë gjetur produkte të skaduara e pa faturë. Në pranga ka rënë administratori i klinikës, Turku Adnan Yzdizoglu, 59 vjeç, ndërsa janë vënë nën hetim 3 punonjëse të klinikës, një koordinator dhe 2 laborantë. Nga operacioni janë sekuestruar 300 shishe me produkte, shumica të skaduara, pa fatura zhdoganimi, me vlerë rreth 100.000 euro, si dhe mandate të pafiskalizuara. Ka qenë një informacion i mbërritur në sektorin kundër pastrimit të parave
dhe aseteve kriminale, se klinika Dental Turk e vendosur në rrugën Don Bosco përdorte produkte të skaduara por edhe kryente evazion. Ka dyshime se edhe në rastet të mëparshme kjo klinik ka vazhduar në të njëjtën mënyrë duke përdorur tek pacientët produkte dhe medikamente të skaduara. Ndërkohë sektori kundër krimit ekonomik po vijon punën për të përcaktuar dëmin e shkaktuar ndaj shtetit si pasojë shmangjes së detyrimeve tatimore nga ky subjekt. Mira qytetar nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut, Presheva e diaspora u mblodhën dje në zemër të Tiranës për të kërkuar lirimin e ish drejtuesve të UÇK-s. Thaçi, Krasniqi, Jakupi dhe Selimi që mbajnë padrejtësisht në paraburgim në Hag. Familjarët e ish luftëtarëve dhe dëshmorëve të luftës së Kosovës thanë se ata nuk mund të trajtohen si kriminal, ndërsa UÇK luftoi për lirinë e Kosovës. Pas Prishtinës dhe Hagës, Tirana u bë qendra e tretë ku mbajt një protestë madhështore në bar kombëtare me moton Liria ka emër e organizuar nga organizata e veteranëve të luftës në Kosovë. Tirana u kthye këtë të premte në kryeqendrën e shqiptarisë. Unë jam UÇK! Në moton unë jam UÇK, liria ka emër, liri për çlirimtarët. Mira qytetar nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut, Malizi dhe diaspora u mblodhën në sheshin Skënderbej në një protestë mbar kombëtare për lirimin e ish kryeministrit Hashim Thaçi dhe krerëve të tjerë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të cilët prej 5 vitesh po mbahen në dhomat e specializuara në Hag. Gjithati duke u betuar, ta lirim besën për shpëtim. Nga djali Hashim Thaçi tek familjar të ish krerëve të tjerë, ish veteran të UÇK-s, personalitetet të larta nga të gjitha trevat shqiptolce, të gjithë në Tiranë për një mesazh të përbashkët. Nga këtu, po i themi botës, Kosova ka luftuar për liri dhe çlirim. Nuk ishim kriminal, por bie tanë të këtij kombi që dhanë gjithçka për atë dhëp. I cilësuar si generali i luftës dhe i paqes, protestës ju bashkua dhe ish presidenti Alfred Mojsiu, i cili ndërsa ndau një bisedë me ish krerët e UÇK-s gjatë vizitës së tij në Hag, bëri thirrje të mos lejohet në përkëmbja e gjakut të dëshmorëve shqiptar të rënë për lirinë e Kosovës. Qëndroni të qetë, të gatshëm për të sakrifikuar, për të pasuar luftën e UÇK-s, si dhe gjithë popullit kosovar. Nga njollat që padrejtisht po përpiqen të japin ata që nuk ja duan të mirën shqiptarëve. Ata nuk kanë kryer krime, por kanë bërë detyrën më të lartë që një historia bashkëore. Edi Rama nuk mori pjesë në protest për të mos e politizuar, por të vetët i kishte në rreshtin e parë në sheshin Skënderbej. Para se të vinte në pushtet, vetëvendosja Albin Kurtit pati premtuar se do t'i shkrinte dhomat e specializuara, por këtë të premte nuk ishte në shesh, bashkë me Partinë Demokratike të Sali Berishës, i cili nuk heq dorë nga qëndrimi i tij kontrovers ndaj ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Për këtë një mesazh e kishte Ali Ahmeti, kreu i BDI-s, që ndërpreu fushatën për të ardhur në Tiranë. Ka akoma në mesin tonë që pa vetëdijshëm i shërbejnë agjendave ruso-serbe, në marrëdhënie ndërshqiptare dhe ndjellin ndasi duke shpërndar propagandën dashakeqe pa qenë fare të vetëdijshëm që po i shërbejnë Beogradit dhe Moskës. Liria e Kosovës nuk është arenë për politika individuale, partijake dhe zgjedhore. Liria e Kosovës nuk është fushë pjellore për ndasi ndërshqiptare. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi prej 5 vitesh po mbahen në dhomat e specializuara në Hag për krime lufte dhe pengim të drejtësisë. Për të gjithë këtë kalvar gjykimi dhe një sër padrejtësish që po konstatohen në Hag, mijëra shqiptar kërkojnë drejtësi për çlirimtarët e Kosovës. Për ta nga Tirana u kërkua që presidentët Bajram Begaj dhe Vjosa Osmani t'i nderonin me urdhrat më të lartë shtetëror për kontributin që kanë dhënë për çlirimin dhe pavarësinë e popullit të Kosovës.
Protesta që mbushi sheshin më shumë se sa një miting elektoral, mbajti larg edhe protagonizmi politik, për veteranët e UÇK-s u kujdesën që të mos ndihej mungesa e kryeministit Rama, një mbështetës i madh i këtij tubimi, duke i bërë atij një dhuratë të veçantë. Berisha dhe Kurti, të vetmit në heshtje për mungesën e tyre, nuk u ndjen në sheshin më të madh të kombit. Ata aty u dëgjuan veteranë të luftës së Kosovës që thanë se ish drejtuesit e burgosur në Hag nuk mund të trajtohen si kriminal, ndërsa UÇK luftoi për lirin e Kosovës. Tetor 2025 do të mbahet mend si një ditë historike për kombin shqiptar. Në sheshin Skënderbej, zemrën e kryeqytetit shqiptarëve, u dëgjuan më tepër zëri qytetarëve se sa fjalimet e politikanëve. Në mbështetje të UÇK dhe ish liderëve të burgosur në Hag. Mira e qytetarë nga gjithë trevat shqiptare u bashkuan protestën pro UÇK, ndërsa vetë protesta e tejkaloi kapacitetet e një mitingu elektoral dhe mbajti larg edhe protagonizmin politik. Nga Shqipëria, Rama dhe Begaj ja lanë stafetën ish presidentit 95 vjeçar Alfred Mojsiu të ecte krah për krah me Ali Ahmetin. Presidenti aktual shkroi se UÇK është krenari kombëtare dhe historia s'mund të zhbëhet, kurse Rama reagoi dyer me fjalë zemre. Megjithatë, në protestë veteranët e UÇK u kujdesën të mos ndjej mungesa e kryeministrit. Të ju bëj një propozim publik. Dhuratë të cilën e pranoi kandidatja socialiste për Tiranën, Ogerta Manasiliu, ndërsa Tauland Balla me deputet socialist që ndruan pranë djalit të Hashim Thaçit. Kurti me Osmanin Heshtje, ndërsa dhe Berisha në të vetën. Alatët e tij Duka dhe Mediu morën pjesë në protestë, por për ta kujtuar doktorin në mënyrë speciale, u kujdes Bujar Leskaj. Të Femil Ladrovcit, heroi të Kosovës. Jam së bashku me Ramiz Ladrovcit. Po pra, po ke thyer një urdhër politik për të disatën herë. Kush më eruan për unë? Po në shesh u dëgjuan veteranët e qytetarët. Ish luftari UÇK, Abdullah Veseli, tha për ABC News se mesazhi pro UÇK jehoi më fort nga Tirana si ndaj armiqve të jashtëm dhe atyre të brendshëm. Më spari e falenderoj edhe Edi Ramën që ka pranu më mbajt kjo protestë këtu, se ne kemi mbajt edhe në Hag, që ta shpionat tonë i qunë në Hag atje, shpionat shqiptarë, se jo të tërkush. Po, desh zoti, drejtësia ka me dalë, s'ka më shkush. Kurse djali ish luftari të burgosur në Hag, Fadil Fazliu, erdhi në Tiranë me shpresën se do e shoh babajnë e tij sa më shpejt. Qytetarë të tjerë po ashtu u shfaqën mjaft optimist për mesazhin e kësaj proteste. Ata një zëri kërkuan lirimin e ish liderëve të UÇK të burgosur në Hag, ndërsa propozuan që pas Tiranës protesta të shtrihen edhe në trevat tjera shqiptare. Na shoqatët e dolën nga lufta, nga vështria, kemi organizuar dhe kemi marrë pjesë këtu. Edhe të veshur ushtarak. Po. Edhe kemi qenë në shtatë të UÇK-s. Po, ata janë herojnë tonë. Dhe duhet lirohen. Po, patjetër. Po, liria ka emër edhe janë tri shkronjatarë, domethënë që s'ka kush i mahan, pa marrë parasysh historia u shumë herë dhe më nuk ka më rishkru. Është kryeqyteti ju në Tiranë, ka na jem shqiptar. Nuk i na shku në Serbi, po në Tiranë, në vend të unë. Ju veç këto është mirë në Shkup, në Malëzit, këtë rojet shqiptare këtë do se t'jenë me organizu një kësaj proteste. Protesta zgjati 80 minuta, nisja u mbyll në mënyrë paqësore. Në fund, në nhjen e herojit kombëtar Skënderbeu, mbeti imazhi i ish presidentit të Kosovës, Hashim Thaçit, heroj të gjallë të shqiptarëve. Agjensi ndërkombëtare të lajmeve i dhan zë protestës së mbajtur në Tiranë për lirimin e ish krerëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Associated Press shkruan për qytetarët që mbushën sheshin Skënderbej me flamuj dhe simbolet të UÇK-s, ndërsa thekson pjesëmarrjen e ish presidentit Alfred Mojsiu. Washington Post raporton mbështetjen e veteranëve të luftës dhe protestuesve për ish liderët e burgosur në Hag. Edhe Reuters dhe New York Post kanë ndarë detaje nga tubimi duke theksuar karakterin paqësor të protestës. Mediat e huaja i kanë bërë jehon protestës së madhe që u mbajt në Tiranë në kërkim të drejtësisë për krerët e burgosur të ushtrisë qërimtare të Kosovës. Associated Press shkruan se qytetarë nga Kosova dhe jo vetëm mbushën sheshin Skënderbej me flamuj kombëtar shqiptar dhe simbolet e ushtrisë qërimtare. Agjencia e lajmeve thekson se protesta u mbështet edhe nga kryeministri Edi Rama dhe qeveria shqiptare në moton liria ka emër, drejtësi për çlirimtarët.
Associated Press shkruan se protesta ishte paqësore dhe nxjerr në pa edhe prezencën e ish-presidentit Alfred Mojsiu, i cili bëri thirrje për drejtësi. Washington Post shkruan se veteranet e luftës së Kosovës dhe mira mbështetës të tyre u mblodhën të premte në kryeqytetin e Shqipërisë në kërkim të drejtësisë. Media amerikane thotë se protestuesit përkrahen Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Jakub Krasnishin dhe Recep Selimin në procesin e tyre në gjykatën speciale, për të cilën thonë se po tregohet e padrejtë. Edhe agjencia e lajmeve Reuters shkroi për mbështetjen ndaj shkrerëve të ushtrisë shërimtare të Kosovës, që janë në një proces të tej zgjatur për krime lufte. New York Post nga ana tjetër ndau imazhe nga protesta dhe vuri në dukje se mira njerëz mbushën kryeqytetin e shqiptarisë për të përkrahur Thaçin, Veselin, Selimin dhe Jakub Krasnishin. Vendimi i kushtetueses për përfundimin e mandatit të antares Sonila Bejtja ka shqetësuar Sali Berishën, ndërsa mbronte bashkëshorten e drejtorit të televizionit të familjes. Kreu i Partisë Demokratike tha se ai nuk po bënte avokati politike, por po mbronte rendin kushtetues. Lajmi këtë të premte është në shesh, por Berisha ka hall më të madh brenda shtëpisë. Mbarimi i mandatit të Sonila Bejtjes në gjykatën kushtetuese nuk është fundi botës, por jo për doktorin dhe drejtorin e televizionit Syri. Sepse e vërteta është, do ta pranojmë. Zonja Bejtja ishte një zë i pavarur. Bejtja ka patur guximin, ka patur kurajon që për të vërtetën të pranoj të mbetet pakic. Vendimi i fundit i Sonila Bejtjas ishte pezullimi i zgjedhjeve në Tiranë, aty ku doktori ka vendosur një tjetër kandidat të pavarur, dhe duket se vendimi e ka marrë miratimin e doktorit. Ky i turrej me tërbim gjykatës kushtetuese me fyrje, brutalitet, pse ato vendosën të anullojnë dekretin e tij për Erion Velin dhe natyrisht duhet të themi këtu relatore për këtë çështje ishte Sonila Bejtja. Po ashtu, nuk pas kanë qenë rastësi sulme tek këtij tetori për presidentin Begaj. Berisha e paralajmëroi se nuk do e falë për largimin e Bejtjas, edhe pse ka kohë deri më 31 tetor të mendohet. Sigurisht, të gjitha këto do i rënditën në dokumenti impeachment dhe ai do shkoj, edhe kjo që ka bërë për gjyqtaren Bejtja, dhe ai do ipet për ndjekje penale. Por, unë e ftoj prap të reflektoj në qoftë se i ka ngelur, qoftë edhe një kuant i integritetit njerëzor të largohet me njërë nga ajo detyrë. I vetëm pa shkuar në protestën pro UÇK në Tiranë, doktori ja hodhi sërish Fajin Ramës për mungesën e tij. Përdorimi për qëllime politike i procesit është një makabritet. Edi Rama u tërhoq, por unë kam këtu dëshmit që ai ishte parashikuar të fliste një orë, mbi një orë. E kuptoni ju? Pengi ka mbetur vetëm deklarat, ajo e Taulan Ballës, për tifozët në Leskovc. Berisha pranon se emri i tij i jep zemër serbëve, jo me gëzim, por me urrejtje. Ai slogan në vend se të motivonte ekipin, motivoi kundërshtarët. Dhe aty morë një disfat të turpshme. Megjithatë, doktori nuk ka faj. Nëse ka një fushje e pranon se nuk merr vesh, ai është sporti. Mazhoranca ndryshon draftin e ligjit për barazinë gjinore, duke u tërhequr nga fjala që linte hapësirë për gjini të tretë veç burrit dhe gruas. Në 22 amendamente të depozituara për këtë ligj, ka tërheqje jo vetëm nga gjinia e papërcaktuar, por edhe nga terma të tjerë që zëvendësohen me trajtim të barabartë mes grave dhe burrave. Projekt ligji i përparshëm i shumë diskutuar kishte ngjallur reagime të forta nga shoqëria civile dhe komunitetet fetare. Mazhoranca ka bërë një hap pas në lidhje me projekt ligjin për barazinë gjinore, duke tërhequr termin gjithëpërfshirëse, që linte hapësirë për identitete të tjera gjinore përveç burrit dhe gruas.
Kreu i grupit parlamentar i Partisë Socialiste Tauland Balla ka dorëzuar në Kuvendin e Shqipërisë 22 amendamente, duke propozuar që në listë të njihen vetëm 2 gjini, burrë dhe grua. Ndryshimet prekin gati çdo nen të projekt ligjit, duke hequr terma si identitet gjinor, shprehje gjinore dhe diversitet gjinor, që më herët ishin përfshirë në draftin fillestar të propozuar për konsultim publik nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. Në nenin e parë, fjalia pavarësisht përkatësisë gjinore zëvendësohet me formulimin e ri, trajtim të barabartë mes grave dhe burrave, ndërsa në nenin 4 hiqet çdo referencë ndaj diversitetit gjinor. Po ashtu në nenin 10, që lidhet me gjuhën e ndjeshme gjinore, largohet termi gjithëpërfshirëse. Sipas mazhorancës, ndryshimet synojnë ta bëjnë ligjin më të qartë dhe të zbatueshëm, duke rikthyer tek koncepti tradicional i familjes shqiptare, duke i mbyllur rrugën çdo keq interpretimi në publik. Projektligji i mëparshëm kishte ngjallur reagime të forta nga shoqëria civile dhe përfaqësuesit e komuniteteve fetare, të cilët e konsideronin draftin si një kërcënim për familjen tradicionale dhe si një hap drejt normalizimit të ideologjive gjinore të huaja për shoqërinë tonë. Propozimet e qeverisë do të rikthehen edhe një herë për diskutim në komisionet parlamentare, ndërsa më pas pritet votimi përfundimtar në parlament. Prokuroria e Fierit ka dërguar për gjykim të afërm të ish kryebashkiakut të Mallakastrës Agron Kaplanaj, pasi disa kohë më parë dhe 6 muaj më parë, ata në qytetin e Fierit kanë dhunuar disa agent të Byrës Kombëtare të Hetimit Ndjes. Do jemi në këtë moment me kolegen Valbona Davidi. Atëherë Valbona, të përshëndes, tashmë ka një dosje hetimor, le themi, për këtë ngjarje, ata do të dërgohen në gjykatën e Fierit për shkak se prokuroria e Fierit i ka përfunduar hetimet për këtë rast. Çfarë është zbuluar? Jo vetëm që kanë përfunduar hetimet për këtë rast, Fabiola, por duket se prokuroria e Fierit ka hedhur dritë tashmë mbi pretendimin apo alibin e 3 të arrestuarve në 15 prill të këtij viti, pra pikërisht gjatë fushatës zgjedhore, të cilat pretendonin, pra ishin pretendime të cilat kërkonin të justifikonin veprimin apo dhunën që ishte ushtruar ndaj agjentëve të BKH-s në Fier. Bëj pretendimin e të akuzuarve të cilët janë në masë arresti me burg në këto momente që flasin, pra që në momentin e arrestimit të tyre janë në masë arresti me burg, të cilët thoshin se nuk e dinin, pra nuk ishin në dieni të identitetit apo të detyrës që ushtronin personat me të cilët ata u konfliktuan. Ngjarja në fakt bëri buj sepse kemi të bëjmë me 2 nipërit e ish kryetarit të Bashkisë së Mallakastrës, Agron Kaplanaj, dhe miku të tyre. Bëhet fjalë për 3 të rinj të cilët u konfliktuan në një konflikt fizik, pra u përfshin në një konflikt fizik me agent të Byrës Kombëtare të Hetimit, pikërisht mbrëmjen e 15 prillit të këtij viti në Fier, ku u përfshin Ledian dhe Claudio Kaplanaj, nipërit e ish kryetarit të Bashkisë së Mallakastrës, Agron Kaplanaj, dhe miku i tyre Gerald Polçaku. Ata u paraqitën disa ditë më vonë pas arrestimit të tyre në gjykatën e Fierit dhe ju nënshtruan masës së sigurisë arrest me burg, në të cilën vazhdojnë edhe sot, ndërkohë që do të presin tashmë gjykimin në lidhje me akuzën që ka ngritur prokuroria ndaj tyre, goditje për shkak të detyrës. Të rinjt pretenduan, si kundërthash në fillim të kësaj lidhjeje, se nuk kishin në dieni të identitetit apo detyrës që ushtronin agjentët e BKH-s, pra personat me të cilët ata ishin konfliktuar. Por prokuroria ka provuar dhe në komunikimin e saj për shtyp ditën e sotme ka bërë të ditur se është provuar që pavarësisht faktit nëse ishin në dieni apo jo të pozicionit apo të detyrës që mbanin personat me të cilët u konfliktuan 3 të rinjt, ka provuar se ata i kanë ndjekur për gjatë pothuajse gjithë ditës agjentët e BKH-s. Fillimisht ka nisur një lloj konflikti verbal në mjediset e kompanisë shkëlqimi 07 në aksin Fier-Patos, pra që ndodhet në aksin Fier-Patos, ku thuhet se agjentët e BKH-s kanë parkuar automjetin e tyre për të vazhduar punën e tyre, sepse ishin me detyrë, pra me shërbim në qytetin e Fierit për kryerjen e disa kontrolleve apo detyrave të tjera specifike që kryejnë në rastin konkret agjentët e BKH-s. Në momentin që kanë parkuar pranë zyrave të kompanisë shkëlqimi 07, që bëhet fjalë për kompani të familjarëve të ish kryebashkiakut Agron Kaplanaj,
të rinjt kanë nisur të konfliktohen me drejtuesin apo me shoferin e automjetit të agjentëve të BK-s dhe ka nisur një konflikt verbal. Më pas janë larguar agjentët e BK-s me automjetin e tyre, por ka ndodhur që 3 të rinj i kanë ndjekur pothuajse gjatë gjithë ditës lëvizjet e tyre dhe në mbrëmje ka përfunduar sherrin që nisën me konflikt verbal në sherr apo konflikt fizik, duke goditur agjentët e BK-s. E kuptoj. Të ka zbardhur prokuroria në fakt dhe ka dokumentuar tashmë me prova, duke dërguar çështjen për gjykim dhe tashmë pritet të nisë gjykimi në shkallën e parë për akuzën goditje për shkak të detyrës. E kuptoj. Mirë, Valbon, të falenderoj për këtë raportim. Ditën e mirë. Një shkëputje e shkurtër, rikthehemi pas në studio me tjera zhvillime. Jemi rikthyer në studio, vjoj me lajmet. Komisioni Europian ka miratuar rreth 100 milion euro fonde për Shqipërinë si pjesë e planit të rritjes për Ballkanin Perëndimor. Më shumë se gjysmë e tyre do të shkojnë për projekte infrastrukturore, ndërsa pjesa tjetër e buxhetit të shtetit në kuadër të vazhdimit të reformave për antarësim në Bashkimin Evropian. Shqipëria pritet të përfitojë në total nga ky plan Europian rreth 1 miliard euro. Shqipëria ka përfituar 99.3 milion euro nga plani rritjes së Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor. Nga këto para, 46.2 milion euro do të shkojnë për buxhetin e shtetit, ndërsa pjesa tjetër do të mbështes projektet infrastrukturore nëpërmjet kornizës së investimeve për rajonin. Këto fonde parashikohet të mbështesin projekte infrastrukturore në sektor si transporti i qëndrueshëm, energjia e pastër, zhvillimi digjital dhe kapitali njerëzor, sipas Ministrit të Financave Petrit Malaj. Ky hap, ndër të tjera, vjen edhe si vlerësim për reformat e ndërmarra nga qeveria shqiptare drejt përafrimit me standardet e Bashkimit Evropian. Përveç Shqipërisë, Komisioni Evropian ka shpërndar fonde dhe për 2 shtete të tjera të rajonit, Malinë e Zi dhe Maqedoninë e Veriut. Podgorica do të marrë 8.1 milion euro, ndërsa Maqedonia e Veriut do të marrë dispursimin e dytë prej 16 milion eurosh. Që nga nisja e zbatimit të planit të rritjes, Shqipëria ka përfituar në total rreth 100 milion euro, Mali i Zi 18.3 milion euro, ndërsa Maqedonia e Veriut 25 milion euro. Sipas përfaqësuesve të Komisionit Evropian, plani i rritjes shërben për të përshpejtuar procesin e zgjerimit dhe rritjen ekonomike të vendeve kandidate për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian. Sa i përket Ballkanit Perëndimor, Shqipëria dhe Mali i Zi janë pararojë në procesin e zgjerimit. Tirana zyrtare ka hapur 5 nga 6 grup kapituj të antarësimit në një kohë rekord sipas komisionit, ndërsa brenda vjeshtës pritet të çelë dhe grup kapitulli i fundit që lidhet me çështjet e bujqësisë. Ambicia e qeverisë shqiptare në koordinim dhe me Komisionin Evropian është që deri në 2027 të përmbyll të gjithë grup kapitujt e antarësimit në mënyrë që brenda 2030-s të jetë antare me të drejta të plota e Bashkimit Evropian. Shqipëria është kthyer në një destinacion të mirëfill për bizneset turke. Investimet nga Turqia në rritur ndjeshëm duke bërë këtë vend ndër 2 të parët për investimet në Shqipëri. Kreu i qeverisë Edi Rama tha se gjatë këtij viti shkëmbimet tregtare midis 2 vendeve tona janë rritur disa herë dhe kanë arritur në 1 miliard euro. Kuadri ligjor fiskal në Shqipëri është shumë i përshtatshëm për investitorët e huaj, ndërsa sektorët më tërheqës mbeten turizmi dhe teknologjia. Bizneset turke po preferojnë gjithmonë më tepër që të zhvillojnë aktivitetin e tyre në Shqipëri. Gjatë fjalës së mbajtur në forumin e investimeve Shqipëri-Turqi, kryeministri Edi Rama tha se marrëdhëniet tregtare midis 2 vendeve kanë pësuar një disa fishim në një dekadë, duke arritur në 1 miliard euro vetëm gjatë këtij viti. 10 vjet më parë me presidentin Recep Tayyip Erdogan vum një objektiv të thjeshtë: të dyfishonim shkëmbimet tona tregtare. Sot kemi shkuar si përmarrje me kapital turk në mbi 1.000 sot. Nga disa qindra punonjës në 15.000 të tillë që punojnë në sipërmarrjet turke në vendin tonë. Por çka vlen më shumë se numrat është fryma, është dëshira. Zëvendës kryeministrja Belinda Balluku tha se Shqipëria është një vend me kuadër fiskal shumë të përshtatshëm, ndërsa sektorët më tërheqës mbeten turizmi dhe teknologjia. Ne jemi një vend me një kuadër fiskal ndër më të favorshmit në Europë, me përfitime shtesë për të gjithë investitorët e huaj apo sektor të rinj si turizmi, energjia, teknologjia, bujqësia dhe industria.
ku aplikohen përjashtime nga taksat apo lehtësira të tjera tatimore. Për shembull, në sektorin e IT-s apo prodhimit të softwareve, Shqipëria aplikon 5% taks mbi fitimin ose përjashtim 15 vjeçar nga taksa për bizneset e shtrira në parqet teknologjike apo ato shkencore. Për të gjithë ata sipërmarrës që duan të replikojnë këtë histori suksesi, duke sjellë brende me 4 apo 5 yje në Shqipëri, përjashtohen 10 vjet nga tatimi mbi fitimin dhe taksat vendore. Studimi afatshkurtër mbetet që tregtia dypalësh të arrijë deri në $2 miliard në një kohë sa më të afërt dhe me sa më shumë sukses. Ishte e gjithçka përgatitur edhe për Shqipëria sot. Unë ju ftoj të klikoni në webin tonë abcnews.al për tjera zhvillime. Në radio na gjeni në frekuenca 105 FM. Pas pak do të jeni me kolegen Jeta Kasemi në edicionin e mesditës. Faleminderit që na ndiqni.